Raport me Shqipërinë ky krahasohet vetëm me një person, me Vaso Çubrilović. Vaso Çubrilović ishte një mendje serbe, akademike, që projektoi skemën se si do të çmontohet Ballkani nga shqiptarët, si do të përzihen gjithë shqiptarët nga Ballkani. Dhe ai ndërtoi një strategji për këtë që e quajti memorandumi i largimit të shqiptarëve nga Ballkani. Ky tipi ishte shumë i zgjuar. Ishte akademik në një aspekt. Dhe materiali i tij është botuar shumë vite më pas sepse llogarit vetë kur ai ka propozuar, dokumente ka propozuar në një zyrë masonerie serbe në Beograd, nga ato të Francës, që kishte Jugosllavia. Dhe propozoi skemën se si do të çmontojë 14 pika, 14 veprime kundër shqiptarëve që ata ikin vetë. Pra do ja nxjerrë më shumë jetën shqiptarëve që s'do i përzej me pushk. Do ikin vetë, do thonë nuk rjetohet më këtu. Këtu i ka zbatuar Rama pik për pik. Pyetja është kush ja dha Ramës? I lexoj nga Çubrilović dhe i zbatoi. Rama koqe komari, fal për shprehjen. Idiot, nuk ka asnjë aftësi intelektuale për të zbërthyer skemat së natyrës. Le të shmendoj njerëz, unë e njoh Ramën nga afër, di mirë se çfarë niveli mediokër ka ai. Ai ka punuar gjithës me super këshilltar. Të gjithë janë çufo. Flasim në vitin 98, në 2000, 2003, 2007. Që në zona fillë. Një sekond. Rama çdo hap tjetër është ndërtuar nga ata. Është ndërtuar nga ata. Ka pas çufo këshilltar. Ku ka ardhur kryetar bashkie në Tiranë, i erdhi një çift çufosh në bashki që ndërtuan projektin urbanistik të Tiranës. Cili ishte projekti urbanistik i Tiranës? Shkatrohet çdo lloj biznesmeni që bën me kosto të ulët ndërtime. Rrit çmimin artificial të banesave. Është projekt që kanë zbatuar në Izrael, në Palestinë, çufot në vitet 1120, 1113, 1105. Këto janë projekte që janë zbatuar herët në Izrael. Dhe këta çufot që erdhën ke Rama, e mësuan Ramën si do të ndërtoj skemën e rritjes artificiale të çmimit të banesave në Tiranë. Kur Rama ka ardhur kryetar bashkie, diti se ishte çmimi i banesave, shumë i ulët. Dhe kur erdhi Rama, vrau biznesmenët të cilët prodhonin punë, bënin punë me çmim të ulët. Ka qenë një rast El Sayedi, nëse e mban. El Sayedi bënte ndërtime me çmim të ulët. Dhe shqiptarët mund blenin. Mbamën 400.000 lekë metri katror. E mban mend besoj. Dhe me kohën e tërmetit 2019 u kuptua që pallatet e tij nuk i gjeti gjë. Apo jo? Që do të thotë ndërtimet e vet nuk ishin të këqija. Shumë pallate të tjera mësuan dëme. Jo të El Sayedit. Kjo flet shumë, kjo tregon shumë, apo jo? Kjo tregon pikërisht atë që po thoja, që El Sayedi ishte një biznes që ecte me çmime tregu. Erdhën çufot e parë ke Rama dhe filloi të Sorosi, Sorosi dhe ndërtoi skemën se si do të rritesh në artificial çmimet e banesave. Dhe projekti më i rëndësishëm i tyre ishte shkatarrimi rrugor i Tiranës. Me leta çoj deri në fund të shkatrimi rrugor. Ke parasysh komunën e Parisit? Po. Komuna e Parisit është monumenti më i madh i Tiranës, Tiranë. Kaosi më i madh që mund të ekzistojë apo. Rrugë të ngushta apo. Trafik i papar apo. Pse? Komuna e Parisit kur e mori Edi Rama detyrën e kryetarit të bashkisë, ishte zona më e privilegjuar për projekte urbanistike, sepse ishte bosh. Kishte pak gjë. Ç'do thotë, nëse do japësh leje ndërtimi, për Komunën e Parisit fillimisht do bëje matit e rrugëve. Pra perspektivën e komunës, se do e ndërtojë gjithçka nga e para. Dhe Komuna e Parisit u mbush me ndërtime me shumë katëshe, gjithë me njëri tjetrin, duke e shkatëruar atë zonë për perspektivë ekonomike dhe urbanistike. Sepse ishin çufot që drejtonin këtë proces. Çufot kanë pas një projekt si do ja nxjerrin të tiranësve, që t'i nga ky vend. Si të mos jetohet të vend, duke rritur çmimin e banesave, ku gjithë njerëzit thonë, unë kam shtëpi me shumë vlerë, po e ke me shumë vlerë. Ta ka rrit Rama artificialisht vlerën e banesës. Ti e shet dhe me ato para do kishe shet, po me ato para nuk blen dot Tiranë. Apo, që do e shesësh ti. Po, sepse qëllimi është ikësh. Se qëllimi është ikësh. Atë që shet nuk blen dot diçka tjetër. Sepse qëllimi është që ti ta shesësh që ti ikësh. Mos kthehesh më, se s'ke gjë. S'ke lënë gjë mbas. Nuk kuptove logjikën. Pra çka janë shqiptarët? Të shesin sa më shumë çka kanë brenda që të mos kthehen më. Se ky është projekti. Dhe këtë kanë bërë çufot këshilltarët e Edi Ramës. Në vitin 2013, këtu është sekreti. Kur Rama fitoi zgjedhjet, organizohet një projekt i përbashkët midis grekëve, të Sokrates Kokalis, George Sorosit dhe Edi Ramës, që drejtor caktohet Ricardo Hausmann, ky çufoja i Venezuelës. Dhe ky do të jepte Ramës përcaktime se çfarë do bëj. Po ndryshe nga të gjitha projektet që ka pas Shqipëria me 36 vjet, ne kemi një prezantim të këtij projekti nga Armand Frashëvi. Tek Vision Plus, i cili thoshte, ne nuk jemi si këshilltarët e tjerë. Ta të USAID-it tha, të ambasadave amerikane apo europiane, apo të bankës botërore. Ke parasysh si thoshte ai për vete.
Ne nuk kemi si këta të ambasadës amerikane. Vari lesh me fjalë. Që vinë këtu japin camen. Neve jo vetëm që japin mend tha. Fjalë për fjalë, e keni videon ke Facebooku i mund ta gjeni, Ermal Frashi duke folur i ftuar i pranvera Buraket. Jo, thot, nuk kemi si këta. Ne jo vetëm që merremi me përcaktim se çfarë do bëhet, po ne edhe mbikëqyrim dhe japim drejtim se si duhet shkojë për më mirë. Pra, këta nuk ishin ekspertë si të tjerët. Këta ishin truri i Shqipërisë. Këta përcaktuan pse duhet të kemi ne ministër financash që ka formim finance, por anglishtën. Se ky vetëm të përkthente. E ke parasysh kush ka ndërtuar ministrin e financave? Përkthyes të anglishtes. Arben Ahmeta? Po jo vetëm ai, po përkthyes të anglisë si koncept.